Hetimet sapo kanë nisur, si pasojë e një denoncimi nga një firmë tjetër, duhet vënë në vëmendje që pronari CFO Farmës rezulton të jetë i dënuar njërë po për të njëjtën vepër penale, dhe për të gjithë ata që na ndjekin do doja të sillja në vëmendje këtu e 8 apo 10 vite të shkuara, kur ai u arrestua së bashku me personin i cili u vra në zgjedhjet e Elbasanit. Ishin të dy bashk të arrestuar në një çështje penale, të dënuar të dy. U gjetën fajtor po për këtë vepër penale, kështu që jo se unë mund shtoj dyshimin se në rastin konkret ai e ka përfunduar dënimin e tij dhe ka shlyer përgjegjësinë e fajit të dikushëm, por do të ishte shumë e çuditshme dhe e rëndë nëse do ta kishte provuar sërish po të njëjtën skem, për të cilën është dënuar më parë.